يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Me të vërtet lavdërim dhe falënderimet i takojnë vetëm Allahut, ata e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Atë që Allahu udhëzon nuk ka kush që humb dhe atë që humb nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet posa Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe i dërguari i tij. Në ligjratën e fundit e treguam betejën e Bedrit, betejën e parë në Islam, ku musliman gëdhnin, ku musliman fitun në një fitore shumë të madhe. Pas betejës së Bedrit, është edhe një betej tjetër shumë e madhe. Ajo është beteja e Uhudit. Mekën e kishte kaplu zjarmi i urrejtjes së madhe që e kishin ndaj muslimanëve. Pse? Pse humbën shumë mushrikët. E humbën një betejë shumë të rëndësishme. Andaj nuk ishte hi. Ato bollurejtje kanë pas për muslimanët, ama me betejën e fundit që e humbën, ju shtu urrejtja akoma më shumë. Me një pas Bedrit, pas luftës së Bedrit, ato u morën vesh për një luftë totale, që do të ishte shkatrimtare sipas atyre për muslimanët. E cila do të shëronte plagët e tyre, plagët që ishin marrë në Bedër. Do t'u ashunte mushrikëve hidhërimin e tyre dhe urrejtjen e tyre, e cila ishte e ndezur plagë. Për këtë luftë, ata gjatë fillon u përgatit. Edhe u përgatit me një përgatitje shumë të madhe dhe shumë të mirë se sa në betejën e Bedrit. Puna e parë që e bënën këto ishte tubimi i deveve dhe karavanit të shpërndar të cilin e shpëtoi Ebu Sufjani. Në luftën e Bedrit treguam për karavanit të cilin e ka udhëheq Ebu Sufjani, ku kanë qenë devat edhe mallrat e mekelive, banorëve të Mekës. Andaj po qohet njëri dhe po thot: O Kurejshit, Muhamedi u bëri të padrejtën dhe i vrau bijtë tuaj më të mirë. Andaj na ndihmoni neve me këto mjete. Na jepni neve çat karavanin me një ideve e që ka qenë ngarkuar me mallra të ndryshme. Thot se është e mundur që na me arrit hakmarrjen. Na e cekëm se sa karavani madh që ka qenë, para unë një ideve, edhe këta ato deve kanë qenë të ngarkuara me mallra të ndryshme. Tash këto pa kërkojnë këtë karavan që me përgatit ushtërinë për luftën hakmerse. Tash mushrik do i mu hakmar ndaj muslimanëve. Në lidhje me këta, Allahu subhanahu wa taala e shpalli ajetin kuranor, ata të cilët nuk besojnë, shpenzojnë pasurinë e vet për të penguar nga rruga e Allahut. Çu çfarë thonë ata që nuk besojnë? Për çavirat i japin parë me të madhe vetëm i boda muslimanëve. Dhe shtu ndodh edhe ditët e sotshme. Ipën me miliona dhe me miliarda që me bë propagandë kundra muslimanëve, me shpik për muslimanët, me thonë sendet e pavërteta për muslimanët, sa e sa parë ipën për me prish rinin, sa e sa parë ipën për me prish moralin e muslimanëve, i për shumë të ndaja. Sa pare
i japin shtete të ndryshme për me promovu degenerim. Martesën në gjininë e njëjtë. Sa parë japin, para më operacioni për me ndru gjinin, kushton me miliona, a ka shoqata, ka shtete që e financojnë ata, t'japin veç ndrojt e gjinin, me miliona euro ta japin për ta paguajnë me operacion me këtë. Ndërsa muslimant, kur vje puna me dhonë për Allah, muslimant me iman dhe me besim, kur vje puna me dhonë për Allah, për punë të mira, për punë të hajrit, banë kopratës, banë dërshërngutë dhe nuk jape. Thot, ata me të vërtet, do t'i shpenzojnë këto, e pastaj për këto do të dëshpërohen, e në fund do të mposhtën. Allah për cikë, por jo muslimat që shpenzojnë për të këqia dhe për kufrin e tyre, po thot, këta do të dëshpërohen, edhe në fund kanë mposht. E ata që nuk besojnë, do të tubohen në xhehenem. Fundi, jo besimtarëve dijes është zjarmi i xhenemit. Edhe kur kurreshitët, mushrikët e Mekës, i përfunduan përgatitjet e veta, në Mekë i tubuan 3.000 luftëtarë kurreshit. Që ishin luftëtarë kurreshit, Abisinas dhe alat të tjerë, përveç se ishin të Mekës, tubuan edhe të Rëthinës, që më ardhe me ndihmu mushrikëve të Mekës. Udhëheqësit kurreshit vendosën që me veti edhe mi marrë edhe gratë e veta, për mi ndihmu burrat e vetë, mi dhënë kurajo, mi dhënë motiv, mi marrë edhe gratë me vete. E komandën kryesore të jo muslimanëve e ka pasur Abu Sufjani, kurse me kalorësi ka udhëheq Khalid ibn Walidi, ky akoma nuk e ka pranuar Islamin, Khalid ibn Walidi, ku do të tregojmë pastaj për pranimin e Islamit të tina. E ndihmës e tij ishte Ikrime ibn Abu Jahli, kurse flamurtar ishin abdidarët. Këta e mbanin flamurin. Dhe gjatë luftës kur ka nisë për leshja, njëri e ka mojtë flamurin ka dek. E ka morë tjetëri prej abdidarëve, ka dek. 10 persona ka dek që kanë mbajtë flamurin. Ushtria Mekka se mori rrugë për në Medinë, e furnizuar mirë dhe përgatitur në të gjitha aspektet në mënyrën më të mirë sipas tyre. Ata ishin të mbushur me pezmin e flakëruar të politikës para-islamike, hakmarrëse dhe luftarake. Ishin të mbushur me mblef ndaj muslimanëve, se si edhe me shku m'ja marr hakun atë. Abbas ibn Abdul Muttalibi, xhaxhoi pejgamberit alayhis salam e përcjellte përgatitjen dhe furnizimin e ushtrisë. E kur ajo nis nga Mekka, ky i dërgoi pejgamberit alayhis salam një letër. E dërgoi një njeri me shku dhe m'ia dërgoi një letër pejgamberit alayhis salam se është duke u nis një ushtri e tërë, një ardhë një sulmu juve. Kur erdhi kjo letër pejgamberit alayhis salam dhe kur u përhap lajmi, e tërë Medina ishte tash në kamp, se ishin të njoftuar se janë duke i sulmu. Janë nisë ushtria Mekase, ushtria e mushrikëve, duke ardhur në Medinë dhe i sulmu muslimanët. Muslimanët në Medinë ishin marrin të armatosur. Saqë thuhet se edhe në gjumë kanë flet me armë, se kanë qenë të rrezikuar prej jo muslimanëve, prej mushrikëve. Aty nuk guxoi të bëjë asnjë lëshim. Një grup i vogël i ansarëve e morën mbrojtje pejgamberin alayhis salam. Kanë flajt tek pragu i derës pejgamberit alayhis salam se mos po vjen dikush, se mos po vjen ushtria armike, edhe pa dëmton pejgamberin alayhis salam. Çfarë dashuri të madhe kanë pasur për pejgamberin alayhis salam. E para rojet muslimane u nisën që mi vazhdu lëvizjet armikut. Disa prej muslimanëve, disa prej ushtrisë muslimane nisën me dalë prej Medinës, edhe me shirë lëvizjet se kur mujnë me ardhë ushtria e mushrikëve. I kontrollon rrugët përmes të cilave armiku mund të arrinte në Medinë. Këtë rrugë kanë mujt me ardhë mushrikët, muslimanët i kishin në mbikëqyrje. E lajmët arrinë në Medinë nga çasti në çast, deri në çastin e fundit. Atë pejgamberi alayhis salam
e mbajti një këshillim ushtarak të nivelit të kuadrit komandues ku diskutohej për marrjen një qëndrimi unik për mbrojtjen e Medinës, për mbrojtjen e muslimanëve. Pejgamberi alayhis salam i dha propozim sahabëve që të mos dalin prej Medinës, dhe qëndrojnë në Medinë, e nëse mushrikët hyjnë në Medinë, atëherë kanë me dalë në sulm, kanë me dalë prej shtëpive muslimanët dhe kanë me bërë copa mushrikët. Edhe ka thënë pejgamberi alayhis salam se që gratë prej kulmeve kanë me gjujt me buri ushtrinë armike. Mirë po, sahabët të tjerë nuk ishin të këtij mendimi. Edhe disa prej sahabëve që nuk ishin marrë pjesë në luftën e Bedrit, i thoi pejgamberit alayhis salam, i japi propozim pejgamberit alayhis salam se na dojna me dalë edhe me luftu në luftim me muslimanët jashtë Medinës. Jo me nejtë më mbrojt Medinë, po me dalë edhe me luftu jashtë Medinës. A i tha pejgamberit alayhis salam pasha Allahun, Hamza ibn Abdul Muttalibi, Hamza radiallahu anhu, i thot pejgamberit alayhis salam pasha Allahun, thot, nuk do të kërkoj asnjë kafshot buke përderisa nuk luftoj me këtë shpatën time jashtë Medinës. Shumë prej muslimanëve kishin dëshirë që me dalë dhe me luftu me jo muslimanë jashtë Medinës. Edhe në fund, pasi që shumica e kishin këtë propozim, pejgamberi alayhis salam e tërhoqi propozimin e vet që mrenda Medinës. E mor mendimin e shokëve tina, e mor mendimin e sahabëve, edhe pse ishte pejgamberi i Allahut, si ishte mendje madh, ishte modest pejgamberi alayhis salam. Se çka tha unë ajo bëhet. Jo, e ka marrë mendimin e të tjerëve. Kështu ka qenë pejgamberi alayhis salam, modestia e pejgamberit alayhis salam. S'ka thonë, unë jam dikushi, kush jeni ju më kallëzu mua, sa prej njerëzve e kanë këtë cilësi. Ju duket vetë i mëshëm, mi ka thënë diçka, bëhet ju në ta, ti ke vetëm kallëzu mua. Si ishte kështu pejgamberi alayhis salam. E mor këshillën e sahabëve e shokëve tina që me dalë jashtë Medinës. Pejgamberi alayhis salam e fali namazin e xumës dhe në hutbje shpjegoi rëndësinë e luftës, rëndësinë e kësaj përreshjeje dhe kërkoi prej muslimanëve që më kanë të guximshëm. Se muslimani në flikacak nuk shkon. Muslimani do të më kanë i guximshëm, muslimani do të më kanë trem, muslimani nuk pa mutut. Dhe pejgamberi alayhis salam pja u tërheq vërejtjen sahabëve dhe muslimanëve me zot të lartë dhe me zot shumë të qartë se me siguri do ta fitojnë luftën nëse janë të dërueshëm. I urdhëroi pejgamberi alayhis salam që të bëjnë gati që mu ballafaqu me armikun. E kur e dëgjuan këtë zanë, sahabët u gëzuan shumë fort kur e dëgjuan zanën e pejgamberit alayhis salam, i cili jepte motiv dhe jepte kurajo muslimanëve për luftë. Pejgamberi alayhis salam e ndau ushtrinë në 3 grupe. Grupi i parë i muhaxhirëve me flamurtarin Musab ibn Umairin, ambasadorin e parë në Islam. Na cekëm se çështja është ku Musab ibn Umairi prej Mekës në Medinë, dhe kjo ka përgatitur terrenin pejgamberit alayhis salam, kjo ka sebab që shumë njerëz dhe shumë vise Medinase me pranu Islamin. Grupi tjetër është Jefse Ansarve me flamurtarin Usaid ibn Hudairin, dhe grupi i tretë El Hazraj i Ansarve me flamurtarin Habab ibn Mundhirin. Ushtrinë e muslimanëve e kanë përballimi veta, prej të cilëve 100 ishin ushtarë të veshur me parzmore, ishin 500 kalorës. Edhe pse këtu ka pas dy mendime, a ka pas kalorësi apo nuk ka pas. Thosë s'kan pas asnjë kale. S'kan pas kuaj. Kështu është numri i muslimanëve. Mushrikët e Mekës ishin bot 3000 persona, ishin 3000, ndërsa muslimanët vetëm 1000. Një me 3 ishin. Edhe prapë muslimanët ishin të guximshëm, se ishin të mbështetur në Allah subhanahu wa taala. Në Medinë pejgamberi alayhis salam e la zavans ibn Maktumin, i cili ishte imam i muslimanëve, kishte ngel në Medinë dhe zavanconte pejgamberin alayhis salam në namaz. Se krejt Abu Bakri, Omeri, Aliu, krejt kishin shku luftë. Dhe këta la zavans pejgamberi alayhis salam mi u prit njerëzve në namaz.
Mu para agimit, para sabahut, para se të falen namazin sabahut, edhe kur ushtria muslimane nuk ishte as larg ushtrisë së armikut, atëherë u krekos Abdullah ibn Ubay ibn Saluli, munafiku, i cili e kishte pranuar kur kishte shku Muhamedi në Medinë, e kishte pranuar Islamin vetëm sa për sy e faqe. Ky ishte prej munafikëve më të mëdhenj në Medinë. Ky, nëse shkon pejgamberi alayhis salam, ky ka pas mu bë kryetar në Medinë, me komandën e pejgamberit alayhis salam, Muhamedi alayhis salam pa pres i besimtarëve, pres i të gjithë Medinës. Edhe po krekoset Abdullah ibn Ubay ibn Saluli dhe së bashku me 300 luftar e braktisin ushtrinë muslimane dhe thonë, nuk e dim na pse kena nevojë na umra. Pse neve më na shku jeta jonë këtë luftë. Edhe Abdullah ibn Ubay ibn Saluli me 300 rejta dezertojnë. Largohen prej luftës. Kanë 3000 me 1000, tash metën 3000 me 700 ushtarë mbetën. Ka una muslimanëve, 3000 ka una jo muslimanëve. U paksu numri i ushtrisë muslimane. Ata muslimanët nisën mu brengos. Se u paksu numri. Qëllimi i tij kryesor, i këtij munafikut, ka qenë që në këtë çast vendimtar, para se me nis lufta, ushtrit ishin afruar shumë njëna tjetrës të shkaktonte hudi dhe të llovi në radhët e ushtrisë muslimane. Dhe më të vërtetë tek një pjesë e ushtrisë, së pejgamberit alayhis salam u vërejt pas siguria. Dy grupe ushtarës, njëri nga fisi Efs dhe tjetri nga njerëzit e Abu Harithit, kanë të shku kanë të lanë edhe këta. Mirë po, shkoj njëri dhe i këshilloj dhe i tha ktheuni dhe luftoni në rrugën e Allahut dhe mbrojuni. Ata thanë, sikur ta dinim se ju do të luftoni, ne nuk do të ktheheshim. Edhe njëri prej sahabive i bindi këto dy grupet e vogla që kanë të dezertuar dhe këto kanë të shkuar, i bindi që mu kthin luftë. E pas kësaj ngjarje të papëlqyeshme, nuk janë pak 30% e njerëzve, 30% e ushtrisë me dezertu, kjo është numër shumë i madh. Andaj, pejgamberi alayhis salam u ngrit që me ushtrinë e mbetur ta vazhdoi rrugën ka armiku. Nuk u kthi mbas pejgamberit alayhis salam stash u paksu ushtria dhe pela me këtë, jo. Deri në pikën e fundit do të luftojmë dhe kena më mbrojt vetën tonë, kena më mbrojt muslimanët në përgjithësi. Pejgamberi alayhis salam e vazhdoi rrugën derisa nuk doli në rrugën malore të Uhudit. Në qafë malin e Oazës e ndali ushtrinë dhe aty zonë vend të kthyer ka Medina. E prapa shtëpinë e kishin të pjetën e Uhudit, kurse armiku gjendej mes tyre dhe Medinës. Pejgamberi alayhis salam e vendosi aty ushtrinë dhe e radhiti në rreshta në krah luftarak të përgatitur për luftë. E zgjodhi një grup prej 50 shitjetarësh që këto në kodër janë mbrojt shpinën muslimanëve. Kështu po i vendos pejgamberi alayhis salam. E qëllimi i vendosjes së shitjetarëve ka qenë pengimi i depërtimit të kalorësisë armiqësore. Kalorësia mos me mujt me hi edhe me qarë radhën e muslimanëve. Kështu po jep urdhër pejgamberi alayhis salam. Edhe pi thot, mbajeni shpinën tonë, pi thot pejgamberi se këtyre 50 qytetarëve, nëse na vritemi, ju mos na shpëtoni. Nëse na fitojna, ju mos na vini neve prapa. Çfarë do gjendje pi thot pejgamberi alayhis salam? Ju asë si me lëshu vendin ku ja kum caktuar. Pejgamberi alayhis salam urdhëroi që askush, madje as edhe një shigjet, mos me hedh pa lejen e tina. Dihet se edhe në luftë, po edhe jashtë luftës, do të më respektu kryetari, do të më respektu komandanti, do të më respektu udhëheqësi, se nëse secili ban çka don vet, atëherë bëhet të llovi, bëhet haos, bëhet pazar. Për shkak se secili vend do të më pas një udhëheqës që udhëheq. Kur e shitët e radhitën ushtrinë e vetë në rreshta, e krye komandanti ishte Ebu Sufjani, i cili ishte vënë në mes të ushtrisë. E flamurdar ishte me frezi nga abdidarët. Abdidarët ishin të caktuar me mbajt flamurin.
Nëse vdes një ani, ose këtu tjetri. Nëse vritet për tjetri, i treti, i katërt, i pestit, deri në fund, abdidarat e kanë pas këtë detyrë. Se në luftë, dihet nëse vjen flamuri, hupet lufta. E kanë pas për detyrë që me mbajt flamurin të ngritur. Dy kundërshtarët u ofruan dhe shkëndijën e parë të luftës e ka udhëheq dhe ka ndes Talha ibn Abi Talha el-Abdari. Njëri nga trimat më të fuqishëm Kurajshit, njëri nga trimat e mushrikëve, të cilët muslimanët e quanin Dash, kambar. Ai doli para ushtrisë, i hypën në deve dhe thirrën në dy luftim, ku i doli Zubejri radiallahu anhu dhe e vrajti këtë person. E pejgamberi alayhis salam e shikonte këtë dy luftim, kur doli Zubejri me një jo musliman, këtë dy luftim të famshëm, e kur e pa rezultatin tha Allahu akbar, pejgamberi alayhis salam, Allahu është më i madhi. Pastaj edhe muslimanët therrën tekbire, duke thënë Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi. Prandaj edhe muslimani kur gëzohet, është mirë me thonë elhamdulillah, me falendëruar Allahun, me thonë Allahu akbar, Allahu është më i madhi, me madhëru Allahun. Çështë shpejt gëzimi, jo me shku edhe me çu durte me bërtite me këci. Jo, po elhamdulillah, e falendëron Allahun. E betejë filloi me tër vrullin e vet në të gjitha pjesët e betejës. Nisi tash lufta mes muslimanëve dhe mushrikëve. Hamza ibn Abdul Muttalibi luftonte me tër fuqinë e vet dhe depërtoi në zemër të ushtrisë armikut, duke i zgjedhur herojtë e tyre dhe duke i vrarë ata. Ka këshir kush janë më heroj dhe më trima prej armikut dhe ka shku i ka vrarë Hamza radiallahu anhu. Derisa ky Vahshi, zotëria i Vahshit, pi thot Vahshit, a Vahshi ka qenë i Etiopijës, i Abisinias, ka thonë shko dhe vrite Muhamedin, edhe ty ka me të liru prej robërisë. Kështu pi thot zotëria Vahshit. Edhe Vahshi, po shkon edhe për litë ko pejgamberi alayhis salam, ka qenë shigjetar shumë i mirë. Kujna ja ka centrua, e ka goditin pikë. Edhe kështu për litë pejgamberin alayhis salam, derisa e gjenë, jo pak pejgamberin alayhis salam, po Hamza radiallahu anhu, derisa e gjenë, edhe e vran ata. E vran trimin dhe luanin Hamza radiallahu anhu. Kemi se se ka pranuar Islamin Hamza radiallahu anhu. Nga inati pse ka ngutë dhe e ka ngutit pejgamberin alayhis salam ka pranon Islamin. Pra prej jo musliman, prej mushrik, po bëhet njësuesi i Allahut, edhe po vritet luftë, po bjen si dëshmor, si shahid i Allahut subhanahu wa taala. Edhe pas kësaj fatkeqësie që i godet muslimanët, po vritet njëri prej njerëzve më të rëndësishëm, Hamza. Atëherë, muslimanët e mbizotroi këtë situatë. E në luftë heroikisht ka marrë pjesë, siç e se ka Abu Bekri, Omeri, ka marrë pjesë Abdullah ibn Jahshi, Sa'd ibn Muadh, Sa'd ibn Ubadah, Sa'd ibn Abi Rabia, Ansar an-Nadari dhe shumë heroj të mëdhenj të Islamit, shumë sahabite të pejgamberit alayhis salam kanë marrë pjesë këtë luftë të madhe. Një nga trimat e muslimanëve atë ditë ka qenë edhe Handala bin Abu Amiri. Handala ishte martu. Kishte hidha ndër. Kur bëhet thirrja për luftë, e lën shtratin, e lën gruan e vet, edhe shkon luftë. Ku aty në përlejshje e sipër edhe vdes. Paramëro, çfarë sakrificë kanë pas sahabët. E ka lënë natën e dhëndrisë, kur është bë thirrja, kur ka thirrë pejgamberi alayhis salam për luftë. Kur ka thirrë pejgamberi alayhis salam për mu mbrojt prej armikut, çfarë sakrificë të mëdha kanë bërë ata. E arada shigjetarëve, të cilët Resulullahu alayhis salam e vendosin në Uhud, e lutin një rol shumë të rëndësishëm. Këto 50 shigjetarët e kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm që se kanë lënë armikun me deportu mrena. Dhe muslimanët, lufta ishte në krahun e muslimanëve, ishin duke fituar muslimanët. Armiku kishte humbje shumë të madhe. Edhe kada nisën mu largu mushtet, nisën kada me hik.
kur e panë se këto janë duke ikë, këto shigjetarët, kur e panë se janë duke ikë, duke vrapu pas plaçkave të luftës, i shumë pozitat e veta. Ku mbetën vetëm për 50 mbetën vetëm 10 shigjetarë. Këto shkun duke ngajt, me shku me marrë që ka mejtë për luftës. Arniku, kur e vërejti këta, se shigjetarët kanë dalën, dhe nuk janë duke mbrojt këtë pikë shumë strategjike për muslimantë, pishkojnë në kolla, edhe po deportojnë, ju deportojnë prej mas muslimanëve, dhe ju hinë mërë i godasin shumë fort. Pra, që shkenë të fitu muslimantë, tash arriti e kondërta, u bëhe kondërta, musliman nisën me humbë. Shumë prej muslimanëve vdiqen atë, sa që thuhet, se pas kësaj ngjarje, u të lëvit shumë lufta, sa që ka pasur raste që edhe muslimani ka vrarë muslimanin. Pse? Se u bë të lëvi e madhe. Nuk kanë nisë dhe nuk kanë pa mirë, se janë përzi shumë njerëzit. E çka do të ndodh pas? Me lejtë Allahu do të vazhdojmë inshallah në ligjëratën vijuse. Allah ju shpërblet. Allah ju shpërblet për sabrin dhe dërimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.